Më 2 mars 1444 në kishën katedrale të Shënkollit në qytetin e Lezhës, aty ku sot gjendet edhe memoriali i Gjergj Kastriot Skënderbeut, u mbajt Beselidhja e Lezhës, një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së popullit shqiptar gjatë periudhës së mesjetës dhe të tërë historisë kombëtare. Kuvendi i Lezhës u krijua si një aleancë politike dhe ushtarake e fisnikëve shqiptar kundër pushtuesve osman. Përpara se të mblidhej kuvendi, Gjergj Kastrioti zhvilloi një sër takimesh me bujarët shqiptar, duke i bindur ata se vetëm duke qenë të bashkuar do t'i bënin ball armikut të përbashkët. Në kuvend u mblodhën përfaqësues të principatave shqiptare nga veriu në jug, ku më të rëndësishmet ishin Arianitasit, Dukagjinasit, Balshajt dhe Topjat, ndërsa nga pikpamja ballkanike në të mori pjesë dhe princi i Malit të Zi. Çështja kryesore e thirrjes së kuvendit ishte bashkimi i gjithë forcave në luftën kundër osmanëve. Kuvendi vendosi komandant të përgjithshëm të lidhjes Gjergj Kastriot Skënderbeun, duke njohur autoritetin e tij politik dhe ushtarak. Që prej këtij bashkimi, udhëheqësi legjendar rriti rezistencën e ushtrisë së tij dhe drejtoi luftën për 25 vjet me radhë kundër pushtimit otoman. Kuvendi realizoi Beselidhjen e madhe shqiptare që i dha jetë shtetit më të fuqishëm mesjetar të Arbërit, ku u farkëtua shpirti i arbërve dhe identiteti ynë kombëtar. Menjëherë pas kuvendit të Lezhës, Skënderbeu filloi të organizonte ushtrinë e lidhjes, e cila përbëhej nga 2 pjesë, nga forcat e përhershme dhe nga ato që do të mobilizoheshin në rast lufte. Forcat e përhershme u formuan nga repartet e sundimtarëve shqiptar sipas kuotës që u ishte caktuar lidhja shqiptare e Lezhës. Sigurisht që Skënderbeu kishte rreth vetes gardën personale, e cila përbëhej nga personalitete të shquarta asaj kohe. Gjendja e principatave shqiptare në vitet 30 të shekullit të 15 dokumentohet nga defteri i Sanxhakut shqiptar i vitit 1482, ku janë të regjistruara një hapësirë e madhe e tokave shqiptare. Dalja e Gjergj Kastrioti Skënderbeut në krye të elitës ushtarake të lidhjes shqiptare të Lezhës lidhet me disa faktorë. Së pari, ai kishte të gjitha cilësitë në drejtimin e luftës. Së dyti, njihte mirë gjendjen ekonomike dhe financiare dhe ushtarake të vendit. Arsyeja e mbajtjes së këtij kuvendi në Lezhë kishte të bënte me pozicionin gjeografik të favorshëm. Ajo ndodhej në afërsi me zotërimet e pjesëmarrësve kryesor të kuvendit dhe meqense Lezhë ndodhej nën zotërimin venedikas, më njanoheshin mosmarrveshjet e pakënaqësitë që mund të lindnin ndërmjet sundimtarëve shqiptar për vendin ku duhej të mbahej kuvendi. Mbajtja e tij në Lezhë ishte si një thirrje miqësore për bashkëpunim në luftën kundër osmanëve që fisnikët shqiptar i drejtonin me këtë rast Republikës së Shënmarkut. Fisnikët shqiptar ruajtën të gjitha të drejtat që kishin mbi zotërimet e tyre. Në kuadrin e aleancës politike, çdo sundimtar ruante autonominë e tij politike. Secili antar kishte të drejtë të kishte lidhje me vende jashtë lidhjes. Ndërmjet bujarëve të lidhjes, Gjergj Kastrioti Skënderbeu ishte i pari ndërmjet të barabartëve dhe nuk kishte të drejtë të ndërhynte në zotërimet e tyre. Lidhja e Lezhës u bë kështu i pari bashkim politik në shkallë mbar shqiptare që njihet në historinë e Shqipërisë. Skënderbeu u zgjodh kryetari i lidhjes dhe komandanti i përgjithshëm i faj. Nën udhëheqësjen e Skënderbeut, ushtria që ai organizoi u bë një armë e fuqishme për mbrojtjen e vendit. 2 marsi është mesazhi i bashkimit në një për atë dheun që ka nevojë më shumë se kurrë të shikojë të gjithë bijtë e vet të ndershëm të një mendjeje e një zemre që jetojnë dhe punojnë për të mirën e përbashkët, për të mirën e të gjithëve.